Vllaznia 3 dhe 0 i Shqipërit një ky rezultati i ndeshjes së parë për Kupën e Shqipërisë në treguar për Messi. Urime profesor Galaj. Faleminderit, fillimi është i mirë, morë me pikë të plota, por vetësia setit parë na bani që të humim setin e dytë. Kështu që kjo do të jetë një mësim për ne që loja marron jo kur marrën 20, jo kur bën 25 pikë, por loja marrën kur fitohen 3 sete. Pastaj ne reagume mas setit dytë, reagume mirë dhe loja u bë fort, ne lutme kundër një skuadër të fortë, një skuadër që ka emër në voleybollin shqiptar, por ti marrim neshët 1-1, javën tjetër e kena me Tiranën. Në Tiranë shohim, jena në grup me Tiranën, me Erzenin edhe Elbasanin. Dytë parët e grupit janë vazhduese të finaleve, gjysmëfinaleve të kupës. Në çfarë objektive është futur Vllaznia në minimalisht dalja në finale, në finalet e kupës, pra në 4 skuadrat më të mira. Kjo është objektivi minimal. Profesor, me çfarë pam duket se kontingenti i skuadrës në stol është shumë i plotë, ka mungesë? Nuk kemi shumë, po ato që janë i zgjidhen detyrat mirë. Kështu që loja nuk ra, po u përmirësu. Normalisht që duhet kemi edhe më tepër, por për momentin këto janë mundësit. Kishim edhe lojtarë, 2 lojtarë kemi të dëmtum. Taflaj dhe Siderel Pepaj, të dy janë të dëmtum dhe në ishim pa mujtën për të arën këtë neshe. 2 më tepër janë 2 më mirë, por gjithsesi ne e menaxhume mirë edhe loja kaloi si kaloi. Ndeshja ardhshme në Kryeqytet. Në Kryeqytet, në Tiranë. Objektivi është fitoria. Megjithëse Tirana na ka fituar në setin në fazën e parë, ne ishim pa një lojtar, por gjithsesi ne nuk duhet të justifikohemi. Ekipi ban mirë, diti të reagonte mas asaj situatit negative. Kjo tregon që ekipi ka forcë. Profesor, urojmë suksese. Ju falenderoj ju personalisht edhe Veriun Sport që na rrin gjithmonë pranë në neshjet dhe reglamimin e neshjeve të voleybollit të Shkodrës. Respekte, profesor. Faleminderit juve.